Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë me ju në fakt komente që po ndodhin brenda dhe jashtë asaj shtëpie. Do të ndalojmë të flasim për një vizitë që banorët kanë patur ditën e djeshme në shtëpi, ku në lojën e mos reagimeve hyri edhe Atë Nikola Gjufka. Atë Nikola Gjufka pati veprime të ndryshme, filloi si fillimisht me bekimet ndaj të gjithë banorëve, ku konfliktin e parë pati me Valbonën. Valbona i tha që beko Laertin, jepi bekime Laertit se unë e bekuar jam nga Laerti, nuk ka nevojë të më bekosh, jam shumë mirë dhe thjesht jepi bekime Laertit sepse ka po flijon veten e tij dhe po nxjerr më të keqen e vetes së tij. Atë Nikola Gjufka fillimisht e bekoi Laertin tek dera e dhomës së rrëfimit dhe më pas në verandë filloi duke i dhënë informacione nga jashtë, që i tregoi që është krijuar peshkopata në Kosovë, por njëkohësisht presim që tashmë të krijohet edhe në Shqipëri. Kosovarët të presin, kosovarët janë me ty dhe të t'japin mbështetjen tënde dhe fitoren tënde. Në këtë rast, të gjithë fansat aluduan duke e përmendur Kosovën, duke e përmendur që kosovarët janë me ty, do me thënë mbështesin gjestin dhe gjesti është fituesi i këtij Big Brotheri, që mos u lodh kot për ta fituar këtë Big Brother. Laerti pati një lloj ngrysje shumë të madhe brenda vetes së tij, pati një lloj emocionin mbi të cilin unë skuq fare në momentin që Atë Nikola Gjufka ja dha të gjitha informacionet nga jashtë dhe në atë moment u afrua Viselo, i cili nuk kuptoi asnjë gjë. Në momentin që Atë Nikola Gjufka jepte informacione kundërdrejt Laertit, produksioni e thëriti menjëherë në dhomën e rrëfimit që ta nxjerrin Atin nga shtëpia. Kjo nënkupton që Ati i dha një mesazh të bukur Laertit që gjesti është fituesi i këtij Big Brotherit edhe mos vazhdo më tej përtej kësaj. Do të thënë dukeshte që kishte një afrimitet shumë të madh me Laertin, dukeshte që ishte një fakt Atë Nikola fan si Laertit dhe do kisha dashur të marr mendimin tuaj si e gjykoni ju këtë ngjarje që për shembull Atë Nikola erdhi me informacione të bollshme nga jashtë kundërdrejt Laertit për ta ndihmuar në lojë dhe për t'i dhënë një lloj suporti dhe në një pikë tjetër për të ulur ndoshta edhe gjestin. Menjëherë pati reagime të fansave, ku të gjithë filluan të reagojnë se përse Atë Nikola u tolerua që të jepte informacione dhe pse nuk u tolerua nga ana e produksionit. Menjëherë u thërit në dhomën e rrëfimit. Tashmë presim një moment të vetëm kur Valbona do të gjykohet për këtë reagimin që ka bërë, se në fakt Valbona pati reagim të menjëhershëm kur Atë Nikola Gjufka ishte në shtëpi dhe do të shohim se si do ta marrin reagimin dhe se si do të vepron sonte vllau i madh ndaj kësaj ngjarje. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatën.